Asnjëherë hiç. A keni qenë herë në teatr? Kur? Pse? Vin kur. Albin Kurti ka faj pse... E rregullon, jashtë. A e rregullon as e rregullon? Rregullon, veç ja ka nisë. Ja ka nisë me... A e ka në teatr me po shfaqje? Qa kime po tash të mbyllën të punu të lyja është. Përshëndetje, jeni me misionin Elson Riente, edhe kjo është epizodi i radhës, po besoj që ju ka më pëlqy materialet e kalume, çka kemi me bo sot, për ndryshe unë, personalisht e kam një shfaqje teatrale që quhet No Surprises, është monoperformance, që kam dhënë tek salla e teatrit në Fakultetin e Arteve. Për ndryshe, jena të dash me bo voksa, mi pyet qytetarë se sa e ndjekin teatrin, edhe kur ka qenë hera e fundit që kanë qenë teatr, edhe mas voksave keni me pa procesin se qysh përgatitet një aktor për një premier të shfaqjes ose sot që kam reprizë të shfaqjes. Kështu që për ma shumë ju la me i pa voksa se çka mendojnë qytetarët për teatrin. E ndjek një teatrin edhe kur ka qenë hera fundit që i nikon teatr? A ndjek një teatrin? Jo, nuk e ndjek. Po a i nikon e herë në teatr edhe kur ka qenë hera e fundit? Shumë moti ka qenë. Sa vite? Ka 5-6 vite. 5-6 vite. A ki qef me shku prapë në teatr? Po kam qef, si jo.